Një bisedë e tensionuar mes Mirit dhe Selinës në shtëpinë e Big Brother VIP 5 ka ndezur debate të forta, sidomos pas përmendjes së babait të Selinës. Një natë përpara primet të së shtunës, Miri dhe Selin kanë biseduar me njëri tjetrin, ku në një moment është përmendur dhe babai i banores. Teksa Miri po i përsëriste një gjë, Selin u kthye duke i thënë se është fiks si babai i saj. Më duket sikur e kam përballë, por nuk e beson njëri. Më pas këngëtari e pyet nëse do ta takojë ndonjëherë dhe balerina i u përgjigj, nuk e di, ndoshta edhe e ke mërzitur. Ndërkohë kujtojnë se babai i Selin ka bërë deklarata të forta kundër Mirit, duke e quajtur atë zhigolo dhe pervers. Gjatë një bisede telefonike me emisionin Shqipëria Live, ai shtoi se sipas tij, Miri bën çdo gjë për famë dhe lek. Pjesë nga biseda, Selin, nuk e beson njëri. Po je fiks. Miri, fiks si çfarë? Selin, fiks si ta kam lënë emrin. Fiks si kur e kam përballë, por se beson njëri. Miri, a do ta takojnë ndonjëherë? Selin, se di. Ndoshta edhe e ke mërzitur. Miri, jo, s'kam mërzitur njëri. Edhe ai e di se çfarë bëj unë këtu. Selin, se di. Miri, e di pra. Kur thua fiks, ai e kupton se çfarë bëj unë.